Gjendja në veriun e Kosovës raportohet e qetë, por me tensione të larta. Rrugët që çojnë në vendkalimet kufitare me Serbinë në veri janë të bllokuara nga protestuesit serb, të cilët edhe gjatë natës së kaluar përforcuan barikadat për fshirë dhe ato në urën kryesore në Luminiber, që shënon vjendarëse të qytetit të Mitrovicës, në veriun me shumicë serbe dhe jugun me shumicë shqiptare. Oficerët e policisë kufitare dhe doganave të Kosovës e të misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit u vendosin dje në dy vendkalimet e diskutueshme në Jarin dhe Brnjak në përpjekje për të vendosur sundimin e ligjit në frymën e marrëveshjes së arritur në fillim të shtatorit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për njohjen e vulave doganore. Autoritetet në Prishtinë thanë se operacioni i dieshëm i EULEX-it dhe qeverisë së Kosovës nuk është i drejtuar kundër serbëve në veri. Forcat e NATO-s po mbajnë të mbyllura dy vendkalimet kufitare, ndërsa në afërsitë të tyre janë ngritur barikada nga serbët lokal. Operacioni po kundërshtohet nga Beogradi dhe banorët serb, të cilët po vazhdojnë të qëndrojnë në këto barikada. Ja mislim da je rešeno svih nas da se zajedno borimo. Jemi të vendosur të qëndrojmë këtu dhe të luftojmë për të drejtat tona dhe për interesat të shtetit tonë, për punën, jetën dhe fëmijët tanë të ardhmen e tyre, thot Jelena, një banore serbe në veri. Beogradi ka akuzuar Prishtinën për nxitje të dhunës në veri, ndërsa ka kritikuar edhe Bashkimin Evropian dhe trupat e NATO-s për mbështetjen e veprimeve të autoriteteve të Prishtinës. Shefi i delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën, Borislav Stefanović, tha sot se qeveria e tij ka dërguar Bashkimit Evropian një plan për vendkalimet kufitare në veri, në cilin parashqiet që të mos ketë prani të personelit shqiptar, një kërkesë kjo e papranueshme për Prishtinën. Operacioni është mbështetur nga Bashkimi Evropian si dhe diplomatët perëndimor në Kosovë. Ambasadori britanik Ian Cliff tha sot në Graçanica afër Prishtinës se Kosova është një njësi e vetme doganore dhe është e natyrshme që kjo të vlejë në të gjitha vendkalimet kufitare të saj. We support the territorial integrity and sovereignty of Kosovo. That includes the north. Ne mbështesim tërësinë toksore dhe sovranitetin e Kosovës që përfshin edhe veriun. Sipas rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit, të cilës Serbia referohet sa herë që i duhet, e gjithë Kosova përfshirë edhe veriun është një zonë vetme doganore dhe është e natyrshme që kontrolli doganor të vendoset edhe në veri ashtu si kundërishte më parë. Kjo është rruga për të luftuar kontrabandën dhe nuk është drejtuar kundër njerëzve të zakonshëm në veriun e Kosovës, tha ambasadori britanik. Ndërkaq zëvendës kryeministri i Kosovës Slobodan Petrović shfaqi shpresën për shtendosjen e situatës në veri duke bërë thirrje për shmangje të çdo forme të nxitjes së tensioneve në atë pjesë. Verujem da će se situacija na severu smiriti, ono što je posebno značajno da se... Besoj që situata në veri do të qetësohet dhe është më rëndësi që kjo të mos pasqyrohet në pjesën jugore, pres që qytetarët në Kosovë të jenë të vetëdijshëm për situatën serioze dhe sigurisht që çdo deklaratë që do të nxjisë tensione mund të jetë tepër e dëmshme. Besoj në sukses dhe pres që Bashkia Ndërkombëtare të japë ndihmësin e saj, tha zëvendës kryeministri Petrović. Operacioni djeshëm në veri u pasua me vendimin e autoriteteve të Prishtinës që në frymën e marrëveshjes me Serbinë për njohjen e vulave doganore të lejohet importimi i mallrave nga Serbia, i cili që ndaluar me 20 korrik. Zyrtarët e doganave të Kosovës thanë se është lejuar hyrja me unë me mallra nga Serbia, por ende nuk është regjistruar ndonjë veprim i kundërt. Autoritetet në Prishtinë thanë se do të rivendosin masat e ndalimit të importeve nga Serbia nëse kjo e fundit nuk lejon eksportet nga Kosova. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.